Zyra rajonale e Avokatit të Popullit zhvilloi aktivitetin me temë promovimin dhe mbrojtja të drejtave të komuniteteve rom dhe egjiptian, si dhe përmirësimi i aksesit në shërbimet publike. Qëllimi i aktivitetit ishte forcimi i mbrojtjes të drejtave të komuniteteve në promovimin e aksesit të barabartë në shërbimet publike, si dhe nxitjen e bashkëpunimit institucional. Institucioni i Avokatit të Popullit e konsideron mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve rom dhe egjiptian si prioritet të rëndësishëm në garantimin e respektimit të drejtave të njeriut dhe parimit të barazisë para ligjit. Aktiviteti theksoi nevojën për përmirësimin real të aksesit të këtyre komuniteteve në shërbimet publike, duke adresuar problematikat që lidhen me përjashtimin social, diskriminimin dhe pengesat institucionale. Përmes këtij bashkëpunimi me Komitetin e Pakicave Kombëtare dhe shoqatën Ungruaja në Pogradec, synohet forcohet dialogu institucional dhe nxitja e marrjes së masave konkrete nga institucionet publike për të garantuar trajtim të barabartë e respektim efektiv të drejtave të komuniteteve rom dhe egjiptian. Roli i institucioneve është thelbësor për të siguruar që çdo qytetar, pavarësisht përkatësisë etnike, të ketë akses të barabartë në arsim, shërbime sociale, strehim e shërbime të tjera publike. Në bashkëpunim me shoqatën Ungruaja, po zhvillon një aktivitet për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve rom dhe egjiptiane. Ky aktivitet synon që të rrisi dhe të ndërgjegjësojë institucionet që operojnë në bashki dhe në qark për të respektuar të drejtat e këtij komuniteti. Shoqata Ungruaja ka ndërmarrë një aktivitet, një projekt i cili nga ky projekt synon që të fuqizojë gratë nga zonat rurale, por dhe gratë që janë pjesë të komunitetit, të informojnë mbi mundësitë e tyre për punë dhe vetpunësim, gratë të kenë një uri dhe aftësi të thjeshta praktike, t'i përgatisin për punësim ose vetpunësim në sektor vendor dhe të krijojnë ura me bizneset ose me zyrat e punës. Avokati i Popullit do të vijojë të monitorojë nga afër zbatimin e këtyre standardeve dhe do të ndërhyjë sa herë që do të evidentohen shkeljet e të drejtave të këtyre komuniteteve.